Përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhët këtu në edicionin e parë të podcastit Public Enemy. Unë jam Beni. Dhe unë jam Lorenza, dhe sot kemi kënaqësinë që të kemi në studio një nga figurat më aktive të fushatës tira, zotin Karin Veca, mirë se erdhët. Mirësëgjetje dhe suksese, me qenë se është dhe emisioni i parë dhe ju falenderoj për ftesën. Zotin Veca, ju jeni përfaqësues në zonën e Astirit. Gjatë këtyre 4 viteve të fundit, por edhe për gjatë qeverisjes më parshme të Partisë Socialiste, të cilat mendome se janë arritjet më të rëndësishme që ju keni ndërmarrë për zonën e Astirit? Astiri është në fakt një zonë që ka qenë vjen nga komuna dhe më pashme, para se të bëj reforma territoriale, dhe si rrjedhoi është le të themi pranuar në Bashkia e Tiranës shumë problematike që lidhen me planifikimin urban. E një nga problemet thelbësore që ka kjo zonë ka qenë problemi i mospasjes së infrastrukturës shkollore, pasi ish komuna në planifikimin e tyre urban nuk kanë planifikuar infrastrukturë shkollore, pra shkolla. Edhe kjo ka qenë në fakt shqetësim kryesor i asaj zone, që kur unë kam shkuar atje dhe kam marrë drejtim politik të asaj zone në emër të Partisë Socialiste. Një problematikë e cila është adresuar gjatë gjithë kësaj kohe kur kam qenë në drejtim politik, dhe në fakt ka filluar të marrë zgjidhje. Para një javë kanë filluar punimet për shkollën e parë në Astir, në nënliçare, dhe është në përfundim procedurat e prokurimit për 2 shkolla të mëdha të tjera që në zonën e Zberishit, shkollë mesme dhe shkollë tjetër në nënliçare. Është një zonë e madhe që ka nevojë shumë për infrastrukturë shkollore, pasi ka një pjesë të madhe qytetarëve që banojnë aty, por që nuk janë të regjistruar në zonë për shkak të faktit që fëmijë regjistrohen në shkolla të tjera, zona të tjera, dhe kjo ka qenë një arsye, një handicap, i cili mendoj që ka filluar të zgjidhet, pra që para një javë do të thotë që ka filluar zgjidhja e kësaj problematike. Ka dhe probleme të tjera që vijnë përsëri nga planifikimet urbane të ish komunave, që në të cilat është edhe mos planifikimi i garazheve, pra ka problematika në lidhje me parkimet. Ne kishim kryeministin në fakt në zonë para 3 javësh dhe ja e trajtuam këtë problematikë, dhe është një gjë që e cilën ne duhet merrem seriozisht në 4 vitet e ardhshme, që të krijojmë mundësinë që edhe rezidentët e asaj zone të kenë parkim dhe mos të ketë mbi ngarkesa në këtë zonë. Ndërkohë që kemi bërë 2 rikualifikime të mëdha urbane, një tek Loni Ligori, zona e Loni Ligori, dhe një tjetër tek Mëlyje. Janë ndërhyrjet e para me rikualifikimet urbane në atë zonë, e cila, me thënë drejtën, është një zonë që ka potencial të jashtëzakonshëm zhvillim, është një zonë e cila ka numër shumë të madh njerëzish dhe banorësh, dhe ka nevojë për investime. Unë mendoj që marrja një mandati të ri të deputetit, sepse unë kam një mandat le të themi plot, pra kam një mandat të plot, do marrë një mandat të plot, besoj të jap mundësinë që ajo zonë të ketë një përfaqësues i cili të merret me çdo problematikë. Unë jam angazhuar në 5 problematika më vonë që ka zonë, dhe me të cilën do të merrem për 4 vite të ardhshme, dhe besoj që do të zgjidhet secili prej tyre. Ju në fakt jeni parë në aspektin politik tuaj, daljet tuaj në media, më tepër kanë qenë në aspektin teknik. Si e shikoni tani veten që jeni përfshirë kaq shumë politikisht? Në mos gaboj, ju mandatin tuaj deputetit e morët në vitin 2024, dhe në një farë mënyrë mund të ketë qenë pika kryesore kulminante e afirmimit tuaj si një ndër politikanët e rinj dhe të suksesshëm të Partisë Socialiste. Si u ndjet dhe çfarë menduat në atë momente që tani u futët, si ta thuash, u konfirmuat politikisht se një ndër figurat e Partisë Socialiste? Në fakt detyra dhe gjitha le të themi ato përgjegjësi që unë kam marrë, kam konsideruar realisht si një përgjegjësi e lartë, dhe detyra e deputetit është përgjegjësia më e lartë politike që mund të ketë një politikan, sepse praktikisht i përfaqëson mijëra qytetarë dhe kemi shpallur barrën e çdo kërkese apo çdo lloj problematike që qytetarët tu të kanë parashtuar dhe ti ke barrë që ti adresosh dhe përpiqesh të zgjidhësh. Megjithatë, unë jam përpjekur që gjithmonë kam edhe në ndaljet publike dhe atëherë kur bëja debate si i është i quajtur analist, më quanin padrejtësisht, në fakt gjithmonë ju thoja unë nuk jam analist. Jam analizues patjetër, por jam i rreshtuar politikisht. Gjithmonë kam qenë një person i cili ka pasur drejtim politik dhe ka pas një rreshtim politik, por kjo nuk do të thotë që unë
të hiqja dorë apo të dilja nga kornizat e një profesionisti, sepse mendoj që politika sot, po më shumë se kurdo herë tjetër, ka nevojë për profesionist. Pra, edhe politika duhet ndërtohet mbi baza profesionale, duhet ndërtohet mbi baza një komunikimi serioz dhe jo si qëllim vetëm bajtosje e njëri tjetrit dhe marrje me njëri tjetrin. Ndërkohë që në fakt politikanët janë për të marrë me njëri tjetrin, për të marrë me hallet dhe problemet që populli ka dhe për cilin ai ka marrë mandat. Kështu që kam tentuar shumë që të rruj këtë lloj profili dhe ta mbaj edhe gjatë kohës kur unë kam shkuar mandatit. Nuk jam futur kam refuzuar ose jam shmangur debate shterp, pra që kanë lidhje me atakime individuale dhe të cilat nuk prodhojnë asgjë përveç se ca klikime në rrjetet sociale, por që në funksion qytetar nuk prodhojnë asgjë. Jam përpjekur të marr me thelbin e problematikave, kam trajtuar çështje që janë shqetësuese, që unë i kam konsideruar shqetësuese dhe përjedhoj, unë mendoj që një profil tillë duhet të ketë sa më shumë politikan që ta ruajnë. Nëse ne arrijmë ta ruajmë të lloj profili sa më shumë politikan në parlament, besoj që edhe parlamenti vetë do marrë një profil serioz, profesional dhe që është fiks aty ku kushtetuta ka paraqituar dhe është në ushtrim të funksionit vetën. Jam përpjekur ta mbaj këtë profil, nuk di sa e kam lënë, por unë mendoj që në mandatin tjetër ky do jetë qëllimi, pra që merrem me çështje, mos merrem me individët dhe zgjidh sa është e mundur dhe sa kanë hapësirë të zgjidh problematikat e qytetarëve që do të përfaqësojnë. Zoti Leza, nëse ndalemi pak te gara elektorale, si komentoni listat e opozitës dhe çfarë diferencon Partinë Socialiste nga rivalet e vet? Unë mendoj se të dy subjektet kryesorë politike në lista, në fletë votimin dhe të qëmë kështu, kanë strategji të ndryshme. Dhe që lidhet me filozofinë politike që kanë ditë secila prej tyre. Opozita, siç duket, ose Partia Demokratike, se kur themi opozita është pak më gjerë se Partia Demokratike, por Partia Demokratike kanë ndjekur filozofinë e truajturit një kaste të caktuar politikanësh apo eksponentë të saj, për mendoj unë për interesa që lidhen me Partinë Demokratike apo me liderin e Partisë Demokratike, dhe jo domosdoshmërisht me interesat që ka opozita për t'u zgjuar si forcë, për t'u konsideruar si forcë serioze, për t'u konsideruar forcë konkurrente dhe nesër një forcë e cila mund të marrë pushtetin dhe duhet të marrë pushtetin. Sepse në fund ditës ajo aty është si konkurrente jonë për të marrë pushtetin. Por nuk duket që kanë ndjek këtë filozofi. Pra as ata vetë nuk e besojnë që do e marrin pushtetin dhe as nuk e synojnë me ç'duket, edhe në listë, në mënyrë se si kanë ndërtuar listat, nuk e synojnë marrjen e pushtetit. Thjesht duan të ruajnë flamurin e opozitës, mbajnë flamurin e opozitës, e cila patjetër që ka pushtetin e vet, por nuk ka qeverisjen e vendit. Ndërsa ne kemi ndjekur filozofi tjetër, pra ne kemi futur në fushën e lojës të gjithë ata aktorë të cilët kanë fuqi elektorale dhe kanë mundësi për të mbledhur mbështetje nga qytetarët, dhe listat e hapura janë futur më shumë listat e dyra janë futur më shumë të ri që kanë nevojë për promovim. Dhe përjedhoj, ne kemi synuar që të marrim sa më shumë mbështetje, të zgjerojmë bazën tonë mbështetëse, të marrim mandat fort, në mënyrë që të kemi mundësi që të ecim me reforma më shpejt dhe të realizojmë atë qëllim që kemi, që në 2027 të mbyllim teknikisht negociatat, në 2029 të jemi antar Bashkimit Evropian, siç e deklaroi edhe komisioneri Kos, që e tha shumë qartë që ne presim që 2029 Shqipëria të jetë antare 29 të Bashkimit Evropian. Si e gjykoni pjesën e kandidatëve të opozitës? Kemi Zotin Klevis Balliu, mos gaboj, që është marrë ndër vite me zonën e Stirit, një zonë goxha e madhe, debut e 70.000 banor. Kemi një sër kandidatësh që janë në listën e hapur. Si mendoni? A mendoni realisht se Zoti Balliu mund sjell një fitore Partisë Demokratike në këtë zgjedhje? Nuk jam i qartë shumë se kush është drejtues aty apo si e kanë të organizuar, po nëse Zoti Balliu është drejtues, unë mendoj që është i njëjti person i cili ka udhëhequr protestat e opozitës me djegje gomash. Ka mbështetur një kaos të cilin opozita, që son të drejtë, Nëse ka qëndruar pranë banorëve të Stirit për më shumë se 4 vite. Eksakt, Konsekvent. Po. Për këtë po flisja. Nëse kauza konsiderohet e drejtë nga banorët e Stirit,
që të ligjen goma për të mos bërë unazën e astirit, e meriton plotësisht fitoren, ta marrë fitoren. Por nuk mendoj se banorët e astirit që sot po shijojnë realizimin e unazës, mendoj kështu, që është kauzë e drejtë. Jo, është kauzë e gabuar dhe kauzë që shkon në kundërshtim të plot me interesat e qytetarëve. Unë e kam shpinë tek rruga 5 Maj dhe më duhej 40 minuta të shkoj në Astir. Sot, në përfundimin e unazës, më duhen 4 minuta në dorë. Nëse kjo është ajo që nuk e dëshirojnë qytetarët e Astirit, mund fitojë, por nëse qytetarët e Astirit dhe shumë rezulton, që qytetarët e Tiranës, por dhe të Astirit duan urbanizim, se për këtë folëm hyrjet e misionit, duan rrugë, duan akse të ndërtuara, duan gjelbri, duan shkolla, duan parkime, sigurisht nuk do fitojë as Partitë Demokratike, as zotëria që përmendet profesion Partitë Demokratike. Pra është pajisuesi tipik i personit që ka udhëhequr ca protesta me tek e komës për mos u bërë kurrë. Në një fushat të cilët dominojnë përplasjet politike, tonet e larta, çfarë mendoni se çfarë toni e dallon fushatën tuaj? A mendoni se qytetarët janë të lodhur nga polarizimi? Po, mendoj që qytetarët janë të lodhur nga ajo që unë thash në fillim, që marrja me njëri tjetrin, pra kush godet më shumë kë. Ndërkohë që qytetarët janë më të prirur për të dëgjuar dikë që realisht merret me problemet e tyre, jo domosdoshmërisht mund të zgjidhet çdo problematikë, por ama merret me çdo problematikë. Dhe unë besoj që jam ndër ata politikanë që modestisht them që kam trajtuar dhe përpiqem të trajtoj çdo problematikë. Jo çdo problematikë e zgjidh dot, sepse në fund ditës unë nuk jam magjistar, nuk kam një mandat hyjnor, kam mandat ai sa kushtetuta e lejon. Dhe deputeti ka mundësinë që thjesht të ndjek problemet, të çojë institucionet, të trokas nëpër institucionet, të thyejë dyert institucionet kur duhet, në thonjza se nuk duket sigur. Për të hapur dyert dhe për të zgjidhur probleme kur mund zgjidhen, apo për të trajtuar probleme kur janë për të trajtuar. Dhe vlerësoj që ky është politikani që i duhet sot shqiptarëve në ndryshim nga ajo që ju thash, që politikanët janë mësuar të njëjtë, ose janë mësuar ose janë lodhur qytetarët nga politikanët dhe që vetëm merren me njëri tjetrin dhe shahin njëri tjetrin dhe kush bajtos më shumë kë. Por në fakt nuk është kjo politika. Politika është marrja me çështjet që adresojnë qytetarët, të cilat ata kanë mandat. Mandati është i tyre. Ne thjesht ushtrojmë në këtyre. Mandati është i qytetarëve, nuk jo. Nëse trajtojnë kështu dhe punojnë në këtë formë, edhe të konsiderojnë veten përkohshëm, se du ta konsiderosh veten gjithmonë përkohshëm në mënyrë që ti punosh me forcën e duhur. Gjatë këtij mandati 1 vjeçar, cilat kanë qenë çështjet dhe objektivat kryesore që ju keni ngritur dhe ju keni trajtuar brenda qeverisjes? Shkolla, po flas për pjesën e Astirit, patjetër. Atëherë shkolla, dhe shkolla filloi. Pra një ndër gjërat që unë kam ngulur shumë dhe ju konsideroni realizimin e shkollës si një merit tuaj? Është merita sa më përket, sepse sigurisht unë nuk ndërtoj shkolla, i bën bashkia, por unë bëj atë çfarë unë kisha mundësi të bëja dhe më jep ligji si mundësi të bëj. Pra, një herë në javë unë isha në komunikim me kryetarin e bashkisë, i lutem shkolla, po financohet shkolla, e kemi planifikuar shkollën, ka filluar procedura, ku ka ngecur procedura, u mbyll çështja e trullit, sepse ka pasur një çështje ligjore vjetër tek. A u mbyll, nuk u mbyll? Pra, kjo është e puna që bën deputeti, sepse sigurisht nuk firmosëm as procedura, as japim leje ndërtimi, as nuk organizojmë, le të themi, kështu kompani që bëjnë ndërtimin. Por ne bëjmë presion institucional që të ketë vëmendje e duhur për zonën, sepse zona realisht është zonë që meriton një vëmendje posaçme për shkak të atyre në që ti the, aty janë rreth 70.000 banor, 70.000 banor, dhe për lloj ka nevojë për një vëmendje. Ne këtë bëjmë. Ne marrim gjithë interesin e qytetarëve dhe i shtyjmë si probleme dhe për të marrë vëmendjen e qeverisë lokale. Zotin Greca, duke qenë se folët pak si gjatë dhe pozitivisht për sa i përket urbanistikës, një nga kritikat që dëgjojmë shpeshherë për sa i përket zhvillimit në Tiranë, është se nuk ka qenë barabartë. Si synoni ta përballoni vetë problemin e paparëzisë dhe ndryshimeve të mosqasjes si përfshirje sociale?
Unë mendoj që nuk është konkluzion i saktë, sigurisht që do ketë gjithmonë vrejtje, gjithmonë do ketë ankesa, gjithmonë do ketë problematika në punët që janë bërë. Në fakt, Tirana ka një zhvillim të jashtëzakonshëm dhe sigurisht që në një zhvillim i qyteti ka ca prioritizime. Pra, si çdo shtëpi shqiptare, ne fillojmë me dhomën e gjumit. Apo jo, pra kur bëjmë një shtëpi të re, ne fillojmë të rregullojmë dhomën e pritjes, ndjes. Dhomën e pritjes, pra dhoma e pritjes është ku priten miqt. Aty ku priten miqt. Po keni bërë shumë të madhe ato dhomën e pritjes me shumë drejtësim, me shumë zbukurim, dhe keni harruar dhomën e gjumit. Eksakt. Jo, e kemi bërë shumë të madhe në mënyrë që quhet gjithë Tirana, po të kthejë gjithë Tirana në dhomë pritje. Kështu që avash ta zgjeroj. Po Tirana se nuk kanë kushtin. Jo, kanë. Partia Socialiste Me këto cili do jetë vendimi i parë që do kërkonin të zbatojë për sa i përket zonës tuaj. Me thënë drejtën, jo vetëm sa i përket zonës time, por një ndër problemet që realisht pavarësisht se janë bërë realisht shumë reforma dhe janë ndërhyrë, kanë bërë shumë ndërhyrje, është tentuar pafund që të rregullohet, por vazhdon të mbetet problem hipotekë. Dhe jo vetëm sa i përket zonës time, por besoj në çdo zonë Shqipërisë është kjo problematik, hipoteka ngelet problem. Dhe ndoshta një ndër iniciativët që unë mund të marr ose tentoj të ndërhyj është ligji për hipotekën e kadastrën. Pavarësisht gjithë problematika që mund të ketë secili për legalizime, por në fund ditës tashmë janë bërë kaq shumë vite, sa njerëzit paguajnë drita, paguajnë ujë, pra kanë fituar një siguri juridike faktike që tani ne nuk mund t'i trajtojmë më jo po këtu kalon kanale, jo po aty kalon vija ujit, jo po këtu je shumë afër shkollës, jo. Ai është aty ka 20 vjet dhe për edhe referuar kodit civil, ti praktikisht është fituar pronësia, quhet parashikim fitues bile në termin juridik, dhe është fituar pronësia, dhe kështu që unë do tentoj, nuk di se sa do arri, por do tentoj që kjo histori duhet marrë fund në një mënyrë tjetër. Nuk mund të ketë pallate më paligjizuar, unë shikoj pallate që do me lejë ndërtim. Pavarësisht se mund të ketë shtesë, mund të ketë problematika, por sa kohë nuk ka problematika të çështjes që lidhen me jetën apo rrezikshmërinë e jetës, normalisht ai pallat duhet legalizuar. Pra, mandati juaj i parë do mban emrin shkolla, ndërkohë mandati i dytë tentonet mbaj emrin legalizime. Teknikisht jam shumë dakord me atë çka tha, por politikisht, pas 12 vitesh qeverisje, Partia Socialiste dhe ju riktheni sërish çështjes legalizimeve, si mendoni se do perceptohet kjo në opinionin e përgjithshëm? Jo, duhet kuptohet në gjëra, se e them edhe gjatë takimeve që kam në elektorat. Duhet i ndajmë dy gjëra. E para, nuk është problemi në legalizime. Ne nuk kemi qenë pushtet ne, por i lejuan ndërtohen këto. Ne tani kapim përfyti për gjëra që në fakt se në thajën. Por, ne jemi detyruar të përgjigjemi edhe për gabimin që bëjnë qeveritë e tjera, sepse ne jemi qeveria shqiptare. Por nuk është gabimi ynë. Fakti që ti ke lejuar që një qytetar që vjen nga Kusi, po themi, të ndërtojë në një vend ku është planifikuar rrugë, nuk është problemi i qeverisë tonë, është një problem i qeverisë së kaluar. Megjithatë, duhet merrem me këtë problem, por duhet ta ndajmë këtë, pra nuk kemi shkallur. Ne jemi ata që përpiqen ta zgjidhim këtë problematikë, e cila është shkruar nga ne. Dhe nuk është përgjegjësia jonë ajo çfarë ka ndodhur. Përgjegjësia jonë është zgjidhja. Keni pasur mjaftueshëm kohë që të kishit ofruar të zgjidhje qytetarëve 12 vite, janë 3 mandate, nuk është një kohë e parë. Pse duhet një mandat 4 për këtë gjë? Jo, nuk po kërkoj mandat 4 për këtë gjë, sepse ne kemi mjaft gjëra të tjera për kërkuar mandat. Është një ndër gjërat që duhet trajtuar dhe kjo dhe duhet të jepet fund. Po nuk është një arsye mallore për kërkuar mandat edhe për këtë gjë. Po meqenëse pyetet se kush ishte individualisht ajo gjë që unë do të tentoja të bëj, jo si forcë politike, është një ndër gjëra që duhet të jepet fund. Është një kohë e gjatë, por jo aq e gjatë sa për të rregulluar një problematikë kaq ndërlikuar thashë ajo. Ne që vërteta kemi bërë shumë fishin e legalizimeve që e bën ata që shkaktuan këtë problem. Shumë fishin, por nuk mund të vijë në tutje kështu, mendoj unë. Ne duhet të japim një zgjidhje drastike kësaj historie, pavarësisht se problematika ligjore që mund të ketë apo ndërlikime ligjore, por duhet të kemi një zgjidhje drastike, sepse nuk mund të strapacohen me njerëzit përpara hipotekës apo përpara zyrave të kadastrës për çështje të kësaj natyre,
Dhe njëherë përgjithmonë duhet marrë fund kjo histori, sepse është mendoj e tejkaluar. Le të rikthehemi pak në planin më të përgjithshëm në nivel qarku. Sa mendoni se do të arrijë Partia Socialiste të fitojë? Si do ndahen mandatet në këtë zgjedhje në optikën tuaj? Ne kemi fituar në 2021 18 mandate dhe kemi humbur mandatet në 19 për në mos gaboj 1400 vota. Pra kemi humbur për shumë pak. Ndërkohë që është shtuar në mandat, pra Tirana është shtuar në mandat dhe sigurisht Madje kishte përmendur edhe një prej intervistave të fundit, Po. për sa i përket mandatit që 19 që pashë po, shtuar i Partia mandatet Socialiste të marrë. dhe sikur njëjtat vota që të marrin, ne jemi të avantazhuar për të marrë mandatin në 19. Megjithatë, ne mendojmë që jo vetëm marrin njëjtat vota, do marrin më shumë vota, por nga ana tjetër kemi edhe vota diasporë që nuk janë futur në llogari në këtë mandat të 19, unë besoj që ne dëshirojmë patjetër një mandat i zëtë dhe të shohim për tutje. Që kanë rritur pritshmërinë. I zeta referuar atyre votave që po vinë, pra numrit votuesve nga diaspora, mendoj që do jetë mandati i diasporës dhe besoj që kemi zeta, jemi tashmë e kemi të siguruar. Çfarë mendimi keni për partitë e reja? A mendoni se Partia Mundësia, Nisma Shqipëria bëhet apo Lëvizja Bashkë e Erling Qori do arrijë të përvojë një mandat përfaqësimi në parlament dhe a duhet që partitë e reja të kenë një mundësi që të përfaqësohen në parlament? Janë dy pyetje të cilat ju mund t'i ndani jo vetëm si kandidat, por edhe si Clarence, si qytetar i Tiranës. Tani se të thush partitë e reja nuk është qëllim partie. Qëllimi është ide. Pra, nëse idetë e reja janë ato që i duhen Shqipërisë, realisht duhet të kenë hapësirë në parlamentin e Shqipërisë. Fatkeqësisht nuk shoh një ide të re, në të drejtën. Edhe unë po të pyes ju, or çka ka thënë ky Erling Qori për shembull për shëndetësinë? Çka ka thënë për Shëndetësi falas. Nuk e kam dëgjuar fare atë gjë, se nuk e bën dot falas, se nuk ndodh kjo, vetëm nëse do të Shëndetësia falas ishte për ndihmën e Tiranës 2013. Jo, shëndetësia falas. Nëse nuk bëj, pse ministri duhet ta premtonte? Jo, the për Erlindin. Po. Ne kemi bërë me sigurime, po jo falas se Erlin e di që gjimaj, dhe thashën të kuptim që vetëm do të kthej kushtetutën 78-s. Gjithçka falas nuk ka, por shëndetësi falas në kuptimin e mbulimit me sigurimin. Dhe sot aktualisht është mbuluar gjithçka me sigurimin shëndetësore. Tani, unë nuk di të ketë thënë në gjë qoftë Arlindi për shëndetësinë, për rendin, se si do e rregullojmë, qoftë ky Shehej, qoftë Nisma, thurë pa, nëse pyet a duhen ide të reja në kuvend, patjetër. Nëse duhen parti të reja, kush parti të reja? Do ata që janë të rinj në moshë dhe të rinj në fytyrë, por sillen një lloj, mendoj që unë nuk shoh një parti të re e cila jep ide të re. Për shembull, njëri nga ata, se nuk e marr në fikse, kush thotë që ne do sekuestrojmë thotë gjithçka që është marrë. Po fal si bëhet kjo? Do të lapa i sigurt. Nuk e di si kush e ka thënë ata, po fal si bëhet, ç'kun ka pushteti i ekzekutiv për bërë sekuestrime. Sekuestrimi i bën prokurori, i bën gjykata. Ne ç'pun ka pushteti i ekzekutiv, që shkohet, kush ne do sekuestrojmë, do bëjmë si Enver Hoxha, që sekuestronte pronat e gjithë atyre të deklasuarve, gjithë atyre që i konsideronte pronarë të mëdhenj. Okej, do të themi në kohën e komunizmit. Nëse ka votojnë shqiptarë, dakord, por kjo nuk është ide e re, është ide shumë e vjetër, është 45. Tani, prandaj them, nëse flasim për ide të reja, po, ide të reja duhet të kenë hapësirë në parlament. Unë e thash, politikanët do të shkojnë drejt mënyrës bërjes politik në mënyrë profesionale, sepse vetë politika është një profesion. Dhe duhet të jenë profesionistë, duhet të jenë më pak atakues me një tjetër, por nuk shoh ide të reja në tregën e ri politik. Sigurisht ato kenë mandate. Patjetër do kenë mandate sepse njerëzit patjetër që kanë dëshirë të ndryshojnë diçka, por mendoj që nuk është se kanë forcën për të treguar apo për të bindur qytetarët që ata kanë mundësi për të mbajtur në shpatulla peshën e madhe të përgjegjësisë që ka qeverisja e tonë. Shumë faleminderit për kohën dhe transparencën zoti Leca.
Ti uroj që kjo si intervistë ketë shërbyer edhe qytetarët që po na ndjek lidhur me ofertën tuaj politike dhe pse jo të ketë edhe atë idenë e qenurit i qartë se çfarë do të votojnë në 11 maj. Shumë faleminderit që pranuat të ishit në intervistën tonë të parë. Sigurisht ne jemi munduar sa më shumë që t'ju lidhim kohën dhe hapësirën tuaj për të prezantuar para qytetarëve ofertën tuaj për zgjedhjet e 11 maj. Duke uruar shumë suksese, faleminderit. Shumë faleminderit, shumë faleminderit dhe sukses edhe juve.